Një person, sigurisht nëse qëndron për një kohë shumë të gjatë në ekran, le të themi siç është emisioni i fundit i Big Brotherit dhe është i vëzhguar 24/7, e ka të pamundur për të shfaqur ose e ka të pamundur për të mos treguar nga vetja e tij gjithçka që ai ka brenda psikikës vet, apo gjithçka që ai ka në dinamikën e tij të qenit njeri. Forma e reagimit është krejtësisht individuale. Pra, kur dikush ne na ndalon dhe na thot mos i prek limitet e mia, mos i prek kufijtë e mi, dhe tjetri e bën këtë gjë, forma e veprimit mund të jetë edhe i dhunshëm. Sa kemi ne në kronikat tona të zeza që njihemi që shqiptari të vret edhe për një fjalë goje. Kështu që edhe rasti që ndodhi ishte eksaktësisht kështu. Ti i provokon nerva dikujt, prek kufijnë dhe limitet e tjetrit dhe reagimi është i dhunshëm.